Më thënë dije, u vendos që Klajdi dilte fajtor, po këtu ka një gërë që nuk po kuptoj si mundet viktima me 50 të shkaktoj aksident dhe të dalin të pafajshëm dy personat e tjerë që personi para Fabio Dushku ka dalë që ditën e dytë dhe beharë që kishte makinën e parkuar, dolin dijet, më thënë ishte me detyrim paraqitje në arrest shtëpie, si ka mundësi gjykata nuk mund t'i marrë për bazë gjitha këto. Si ka mundësi nuk po e kuptoj, si mund ta bllokoj këtë çështje. Dhe më ka dhënë afat 2 javë kohë për ta kthyer një herë në apel, nuk kërkoj drejtësi nga shteti, se janë 2 fëmijë jetim. Atëherë të kthehemi pas në kohë. Ku ndodhi aksidenti? Ku ka qenë duke ecur bashorti juaj dhe si ndodhi aksidenti? Unë kisha, më thënë, 3 minuta që fola me burrin, më tha po vin në shtëpi, dhe unë po prisja për në shtëpi. Dhe aksidenti ka ndodhur në rrugën Suk-Strum. Po kthehesh nga puna, ishte në punë, mbylli punën, mbylli cerë dhe po kthehesh për në shtëpi. Edhe një makinë ka qenë e parkuar, një makinë po vinte nga Strumi dhe ka përplasur Klajdin dhe kanë hedhur 5 metra lartësi. Ku aty ai ka thyer këmbë krah, është çarë në fyt, është bërë copa. Më thënë nuk kishte ku ta shikoje më. Dhe si ka mundësi, nuk po kuptoj këtë shtet, ka shtet apo nuk ka shtet. Pra mbas aksidentit u arrestuan personat? Po, u arrestuan atë. Po ekspertiza gjithë ato? Nuk e dim, s'kemi qenë parë të pranishëm në ditët e parë, s'kemi qenë parë, se nuk kemi qenë në shok. Na kanë ardhur shumë avokatë gjithë me radhë, por ne akoma nuk kemi qenë të mpirë. Juve për çështjen që patët në gjykatë, morët avokat? Po, morëm avokat Urdin Birçaj, që na ka sërrodhatu po bën 7 muaj, na kanë ardhur në shtëpi dhe pranuam se ne nuk dinim se si funksiononte asgjë, na kanë ardhur vetë. Dhe na tha që do ta marrim përsipër këtë çështje. Dhe më nxori fajtor, Klajdi është i pafajshëm që herën e parë kur kishte parë çështjen me ato. Dhe tani na del që Klajdi, më thënë gjithë ato ekspertë që kanë bërë kanë nxjerr fajtor Klajdi. Si ka mundësi të jetë fajtor Klajdi me 50? Si mund të shaktoj Klajdi aksident me 50 në orë? Ai ishte në rrugë në ti, si ka mos ai që është parkuar, është pa letra, pa dokumenta. Më thënë makinë nuk është fare, si ka mundësi të dalin të pafajshëm. Sidomos ai që shaktoi aksident ai Fabio Dushku, da ka dalë fare i pafajshëm. Nga vendimi që u morën në gjykatën e shkallës parë. Po. Juve çfarë do bëni? Do ta apeloni? Po do ta apelojmë në një herë, do të mbajtë dyshimin e avokatit, do të kapë një avokat tjetër sepse këtu është bërë një diçka, nuk e di si. Ju dishoni se avokati që keni patur u ka shitur? Po, këtu dyshojmë se nuk ka mundësi sepse na erdhin në fillim rrau gjok se ta që marrë përsipër, se ai e pa çështën që në fillim se si ishte. Tash si ndryshuan gjërat. Na ka thënë avokati më ka sërrodhatur shumë herë. Edhe më tha që do ta bëj unë këtë çështje deri në fund, se këtu Klajdi është i pafajshëm, fajtori është Behari dhe ai tjetri. Jam shumë e pakënaqur te avokati e pare punës, sepse më rrau gjoksin kur erdhi në shtëpi, tha këtë çështje e marrun për djalin tënd dhe të marrun përsipër. Megjithatë vijam edhe atje kur i thosha unë që ky ishte me shpejtësi të madhe për ky Dushku, ky ma vrau djalin, ma ka bërë copa, kur më tha një herë dil për jashtë. Me fjalë mos ta dëgjoj këtë fjalë, nuk e di se ku e kishte. Megjithatë e bëri dokumentat e fundit, dosjen i thash në sill dosjen që ta lexoj, jam e detyruar si nën, ta lexoj pikë presje çka ke shkruar brenda. Për atë që erdhi nga Tirana, tha jo nuk ta jap, më thoshte mua sepse më del pengesë, me marrin vesh të tjerë. Po habitesh asi kam dal pengesë, ore po dua dosjen ta lexoj. Si e ke ti, duhet ta kem çdo gjë që ke ti në dokument, duhet ta kemi edhe ne. Ti lexojmë çka shkruaj, unë s'di çka shkruaj brenda. Megjithatë u bëti gjyqi në datën 7. Mua nuk më futën brenda. Më mblodhën policë të tërë sikur unë po vrisja njeri, ta kuptosh të shikosh kamerën atje. Sa me dhimbje ish jam si nën. Nuk u latën. Nuk më patë fut në sallën e gjyqit. Më mblodhën të gjithë polica. Nuk e fut. I thash do vetet e djalim, do të gjoj fjalët çka ka dhënë ata atje. I thash se si njoh se kush janë, di shikoj çik fytyrat. Më mblodhën. Çfarë kërkoni juve? Unë kërkoj se avokati që më erdhi në fillim në shtëpi, avokati i parë, më tha që këtu do bërë për siguracionet që ka pasur makina, po mund të përfitoni 1%. Edhe avokati këtu do mite 20% të shumës. Dhe unë këtu që ta qartësojmë, në qoftë se nga siguracioni ju do mirnit një sasi lekësh, po 20% të sasia do t'i mirë të avokati. Edhe këtu ashtu, dhe këtu më besoj se këtu është gjithë ngjerë që po bëhet kjo loja. Te siguracionet të këto. E pyetët avokatin për shumën për siguracionin e jetës? Jo, nuk na tha fare se sa mund të jetë shuma. Nuk na tha, vetëm kaq sa kemi bërë një kontratë me avokatin që 20% të shumës do ta mirë avokati tek siguracioni me që të fitoni. Pra, vajza 8 djalika.